Ai e quajti atë mal Jehova Jireh. Zoti do të siguroj. Ai jo vetëm provoi besnikërinë e Perëndis, por edhe besimin e tij. Sepse shkrimi thot se kur ata zbritën nga mali, Abrahami dhe Perëndia dinin diçka që mund mos e kishin ditur me intuit kur u ngjitën në mal. Më kujtohet që kur e lexoja këtë histori në të kaluarën dhe përpiqesha të përfituroja në mendje ndryshimin midis udhëtimit përpjet malit edhe udhëtimit tatpjet malit, mendoj se udhëtimi përpjet malit ishte shumë i ngadalt, pa u nxituar dhe shumë i trishtuar. Në udhëtimin tatpjet malit, mendoj se Abrahami po kërcente pavarësisht moshës së tij të madhe, me të birin e tij për krah, duke u gëzuar për faktin se Perëndia kishte siguruar për të. Dhe vini re se çfarë thot shkrimi. Ndërsa ata po zbrisnin nga mali, kur kjo ngjarje kishte përfunduar, tani e di mirë që ti i trembesh Perëndis, se nuk më ka refuzuar birin tënd, të vetmin bir që ke. Perëndia nuk kishte nevojë të dinte më shumë për Abrahamin. Ai e dinte se ishte i pari në jetën e Abrahamit. Por ai donte që Abrahami ta dinte këtë. Ai donte që Abrahami të sprovohej dhe të provonte se Perëndia ishte i pari në jetën e tij.